Dhe për juve që keni pikpyetje, ai që nënshkroi pavarësinë e Kosovës, po gjykohet atje. Kjo do t'ishte një olla më e madhe që do t'i bëhej ty, mu e krejt vendit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Fatos Geci, derisa tha se e përshëndet vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit, tha se i njëjti fat do ta përcjell edhe ish-presidentin Hashim Thaçi. Këtë deklarata e bëri dje në seancën e jashtëzakonshme për energjinë të mbajtur në Kuvendin e Kosovës. Dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci. Ta tërheqë vritje. Po edhe po të lirohet. Edhe nuk ban ka kurfar kredibiliteti për ballë figurës së me çështjen të cilën është thirrë kësaj. Kryeministrit Kurti. Zoti Geci. Deklarata ka nxit reagime sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët kanë kërkuar nga partia në pushtet që të distancohet nga kjo deklaratë. Sot edhe kryeministri i vendit ka dalë me një prononcim. Ju e dini qëndrimin ton sa i përket gjykatës speciale, cila është një gjykatë jo normale, jo transparente. Ne jemi të bindur për drejtësinë e luftës çmimtare të popullit të Kosovës, bartësisë së cilës ishte ushtria çmimtare e Kosovës, dhe në pafajësinë e 4 krerëve të cilët po mbahen padrejtësisht në Hag. Hashim Thaçi po gjykohet për krimet pretendume të luftës nga gjykata speciale në Hag. Në të njëjtën akt akuz janë edhe ish-kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, ish-kryetari Jakub Krasniqi, si dhe ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Gjatë procesit gjyqësor, mbrojtja ka argumentuar se ata nuk kanë kryer asnjë krim për çka i akuzon prokuroria. Në mbrojtje të tyre kanë dëshmuar figura të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Ndërgjegja ime është e pastër, historia ime është transparente. Që një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinitet njerëzor. Jam i bindur se bëm gjën në duhur. Edhe sot do ta bëj atë njëjtën gjë. Unë edhe disa herë e kemi thënë edhe jemi bashku në protesta, jo unë, po një numër i madh i qytetarëve të këtij vendi, të cilët besojmë në lirinë edhe në drejtësinë e duhur të një vendimi që mezi po e presim për kthimin e djemve në vendin e vet. 1, 2, 3 persona e më pak të rëndësishëm se çka flasim, por duhet të qojmë ashtu si që përqua mesazh në marshin që u bën në shesh, që besojmë në drejtësi edhe në lirimin e aty në burrave që dhanë gjithçka për na me egzu këtë liri. Dhe për juve që keni pikpyetje, ai që nënshkroi pavarësinë e Kosovës, po gjykohet atje. Kjo do t'ishte një olla më e madhe që do t'i bëhej ty, mu e krejt vendit.